Së pari ne duhet kuptojmë që pjesëmarrja e ulët dhe mungesa e interesit vjen nga që bashkitë janë kthyer në ndërmarrje rrogash. Janë ndërmarrje ku ata njerëzit aty në provincë, pra faktori lokal, i përdor për të shpërndarë disa rroga. Pra nuk ka më bashkia statusin politik të një institucioni i cili ndërmerr politika për të përmirësuar cilësinë e njerëzve. Dhe në planin e dytë është që këto rroga nuk ju jepen atyre pak njerëzve profesionistë që mund të jenë në Tepelen, në Cerrik, në Vlorë dhe në Mat, por ju jepen militantëve partijak dhe kështu edhe largojnë edhe ata pak njerëz të cilët kanë studiuar dhe kanë një profesion, i largojnë nga këto bashki, duke u mbyllur derën sepse favorizohen militantët e partisë që qeveris atë bashki. Dhe qytetarët duke e parë këtë, nuk kanë pse të kenë ndonjë interes. Për cili është interesi qytetarëve që të shkojë aty për t'i dhënë rroga 200 apo 300 vetëve. Pra bashkitë kanë dështuar totalisht, edhe me reformën e vitit 2014, se u bë një reformë që u thanë atë kohë që do të bëhet diçka e madhe, do të përmirësohet qeverisja vendore, nuk u përmirësua, sepse nuk ishte reformë administrative dhe territoriale, por ishte një reformë e gardheve elektorale. Pra këta fshatra janë me partinë aso kohën pushtet PS-LSI dhe e bën ndarjen territoriale, siç ishin interesat elektorale të Partisë Socialiste dhe të LSI-s. Pra një reformë territoriale kërkon disa vite studim shkencor me ekspert të fushave, që nga bujqësia të turizmi, për ta bërë një bashki funksionale dhe fitimprurse. Këtu nuk kemi më bashki autonome, të cilat kanë buxhet vetë, kanë kompetenca vetë dhe qeverisin vetë. Thjesht janë disa bashki që i mbledh dhe Rama atje, dhe i trajton ata kryetarët si të ishin mëkëmbës personal të kryeministrit, që kryetari i bashkisë dhe bashkia nuk janë mëkëmbës personal të kryeministrit. Ka një status ligjor dhe kushtetues. Pra nëse ndarja e pushteteve është qeveri, parlament, gjyqësor, ka dhe një ndarje tjetër vertikale, që është ndarja pushtet qendror me pushtet vendor. Pra pushteti vendor, në të gjitha standardet, po them, europiane të qeverisjes sot, është pushtet autonom. Është pushteti real më afër njerëzve, është kjo që quhet qeverisja afër qytetarëve, që ngjan kështu si abstrakte, në fakt nuk është abstrakte. Qeverisja afër qytetarëve është bashkia. Bashkia që ka shumë kompetenca, bashkia që ka shumë autonomi dhe bashkia ku njerëzit kanë një marrëdhënie më të afërt dhe më direkte me autoritetin qeverisës. Se nuk mundën gjithë njerëzit shkojnë të merren me ministrin, me kryeministrin, me zëvendës kryeministrin. Pra duhet ta kenë aty nëpërmjet decentralizimit qeverisjen e tyre vendore.